U shpreh që kjo vepër ishte një vepër e cila në misionin e saj arriti atë qiellore duke shkuar lart në kupolën e Duomos me atë ndjeshmëri, kështu që ishte një moment emocionues. Si është kjo puna e gishtave të pianistit? Më shumë se nga ana estetike sa të bukura të gjata duhet jenë duar të mëdha, funksionale, të cilat mund të kapin edhe një shtrirje të notave, të akordeve ku kompozitor të ndryshëm që kanë një vështirësi në për sa i përket më shumë hapësirës dhe vështirësisë. Më shumë nota po themi. Vlora është një qytet i cili gjithmonë më ka frymëzuar, jo vetëm në muzikë, në fotografi, në poezi e të tjerë. Në qoftë se unë flas për Zotin, fjala Zot, aso kohë kishte disa tinguj, disa nota që kompozitorët i referoheshin, ose për shembull fjala vdekje. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e librit, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkur. Ne takohemi së bashku për të ndarë një tjetër episod veçantë, me të ftuar të veçantë, me tematika interesante shumë, por si gjithmonë nuk ndryshon kolegu im Egon Loli. Përshëndetje. Përshëndetje Viola, përshëndetje të gjithë ju miq që na ndiqni në valët e Radio Sol 89.0 FM, në makinat tuaja se po ktheheni nga puna tani se është fiks orari. Kujdes me manovrat e rrezikshme, kujdes me rripin e sigurimit. Edhe shpresoj që të keni kaluar një ditë të këndshme dhe pasditen ta kaloni së bashku me ne në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse sot Viola do kemi mundësinë që këtu në këtë episod të flasim për artin në formën e vet më të lartë, më të arir. Pa humbur kohë, po e prezantoj të ftuarin ton, kam dhe kemi kënaqësinë e veçantë që të flasim sot me drejtorin e Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Asamblit Popullor, Aulon Naçi. Aulon, shumë faleminderit që jemi së bashku. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Është shumë kënaqësi të jem prezent këtu. Na lejo të drejtohemi me ti në këtë bisedë dhe doja ta nisnim pak nga emri Aulon. Kush e vendosi? Si është historia e emrit tënd? Të njohim përtej artistit edhe përtej drejtuesit e një prej institucioneve më të larta të artit në vend. Okej, më vjen mirë që e nis me këtë pyetje sepse jo rrallëherë ndodh që të bëj këtë pyetje. Është një emër i cili është i lidhur ngushtë me qytetin e lindjes, që është Vlora. Natyrisht emri Aulon vjen nga qyteti lashtë i Vlorës, i cili është pikërisht Aulon ka qenë, më pas është ndryshuar në historikun e vet, duke qenë nga greqisht e lashtë, Avlona, Valona, italisht Aulon, por thelbi është Aulon, është qyteti antik i Vlorës. Dhe emri ma ka vendosur Dajwa, i cili nga ana e mamas e nënës kanë qenë qytetarë të Vlorës, të cilët kanë dhënë një kontribut për sa i përket edhe vlerave të qytetit, historikut, ashtu si dhe në nënshkrimin e deklaratës së pavarësisë. Kështu që dhe emrat e tyre kanë qenë shumë shqiptar dhe të lidhur ngushtë me historinë e Shqipërisë. Si shpresa. Pra është një emër i cili mbaret një histori goxha të gjatë në traditën e familjes suaj. Një sekond pak, lidhur me deklaratën e pavarësisë, se më shpëtoi kjo po. Në të vërtetë familja e gjyshit nga nëna kanë qenë njerëz të cilët ishin shumë patriot dhe kanë kontribuar për pavarësinë, ashtu si në deklaratën e pavarësisë ka qenë direkt një nga pjesëtarët e familjes, që ka qenë Abaz Kanina Amzaraj, ku është kushuri i parë i gjyshit, të cilët ishin të lidhur ngushtë gjithmonë me historikun dhe me ngjarjet historike të vendit, duke kontribuar në forma të ndryshme. Ja zakonshme, ju në Vlorë përtej asaj grisjes së vogël që mund ketë mes dy qyteteve tona, se unë jam nga Fieri, po ju në Vlorë keni
të gjitha, patriotizmin, artin, kulturën, figurat shuara, intelektual jeni nga ana tjetër. Pra, ka shumë gjëra, duke përfshirë edhe natyrën e bukur, sa që nuk e di se si mund të vini dhe të zhvendoseni në Tiranë, nuk e kuptoj dot. Të vërtet mendoj që pavarësisht prej ardhjes, gjithë njerëzimi, po edhe vetëm njerëzit në thelb lindin me një mision të mirë, por nuk ka të bëj vendodhja, ka të bëj më shumë aspekti i kulturës familjare, dhe mbi të gjitha deri ku do të shkosh me zgjedhjet e jetës që do bësh. Kështu që normalisht gjatë rrugës ndodhin shumë ngjarje në jetën e gjithë secilit dhe varet se si të merr rrjega, por duke pasur padyshim një synim të mirë dhe një qëllim për të lënë një gjurmë, siç e kanë pasur dhe patriotët ose në fushën e edukimit, kulturës, artit e të tjerë, gjërat janë më të vështira, por me sfida të mëdha, por edhe më të bukura. Kështu që sfidat e bëjnë rrugën e bukur. Zakonisht janë rrugët e vështira që të çojnë drejt një destinacioni final i cili të mahnit syt. Ky është qëllimi. Absolutisht, do flasim dhe besoj Auloni do na tregojë edhe për sfidat e veta në rrugën e artit. Do i marrim hap pas hapi të gjitha. E kanë ndihmuar, si të themi, që të vi, po themi në majat e artit shqiptar dhe jo vetëm shqiptar. Po ne kemi edhe një gjë tjetër të përbashkët me Aulonin, Viola, edhe ta thash, po e them sërish edhe për ata që na dëgjojnë, që ne se ti e di që dhe dëgjuesit tanë dinë që unë dikur kam mësuar piano, po themi. E kupton, po pastaj e lash. Unë ta thash se cila ishte diferenca. Që unë e lash, ndërsa Auloni nuk e la, por e perfeksionoi pastaj edhe kompozicionin. Dhe ne kemi nisur mësimin e pianos herët kur ishim shumë të vegjël, me të njëjtin mësues, me të njëjtin profesor në qytetin e Vlorës, një figurë shumë e nderuar siç është profesor Vasil Çuni apo jo. Po, është një edukator i muzikës shumë i mirë, se në të vërtetë nuk është vetëm profesor i shumë prej brezave, sepse nuk është vetëm fakti që ka qenë dhe profesori im apo yti ose disa, po ai me të vërtetë ka edukuar shumë breza dhe ka dhënë një kontribut në formimin kulturor të gjithë brezave, duke qenë vetë kompozitor aso kohë ku ka marrë pjesë në festivalet e këngës, dhe përveç fakti që unë kam pasur mësues të pianos në moshë tepër të vogël, por ka qenë dhe një personazh i cili ka dhënë kontribute për organizimin e festivaleve, duke marrë pjesë, ka qenë dhe në Shtëpinë e Pionerit, ku të gjithë kemi qenë të angazhuar me këngën, me festivalet e tjerë, më pas në shkollën e muzikës, duke dhënë me të vërtetë një mbështetje për gjithë talentet, deri tek përgatitja e tij në fushën e edukimit talenteve të cilët konkurrojnë prej vitesh në Universitetin e Arteve, ku unë jam dhe pedagog i lëndës kompozicionit për më se 8 vite. Si duken të rinjt sot, kompozitorët tanë të ardhshëm? Mund të them që ndryshe nga koha dhe koha ime, por koha e brezave të mëparshëm, që ka pasur një lloj disipline dhe dëshire të madhe për të marrë me art, dhe mundësit kanë qenë tepër të vogla, sepse çdo gjë çfarë ndodhte në një rreth shumë të vogël në Shqipëri, dhe përballja me sfidat apo me përballja dhe konkurenca me talentet jashtë nuk është se ishte në një peshore, kështu që detyrimisht çdo gjë që ndodhte ishte brenda 4 mureve të vendit ton. Sot të rinjt kanë të gjitha mundësitë e mundshme për të përballur, për të parë, për të konfrontuar drejt për së drejti nëpërmjet të gjitha platformave internetit dhe për të përmirësuar. Por këtu do të ndalesha duke thënë që pavarësisht se i kanë gjitha kushtet për të evoluar, për të ecur, për të zhvilluar, ndonjëherë mungon edhe piksynimi i qartë. Më përpara kemi pasur më pak mundësi, por dëshira ishte aq e madhe sa që do të i kaloje të gjitha sfidat. Sot ka shumë mundësi dhe ndoshta edhe shpërndarja në shumë aspekte i bën më të vështirë për të gjetur veten, sepse talenti nuk mungon. Në kuptimin kemi talente pafund, por gjatë rrugës duhet të synojnë fort atë që duan dhe ndjejnë veten të aftë për ta bërë.
Dhe unë këtu do doja të ndalesha dhe jam shumë e bindur që ti je I përgatitur për të na dhënë këtë përgjigje, sepse madhomendja shkon natyrshëm, edhe kërkesa për veten për ta gjetur një përgjigje shpeshherë, pse të rinjt, edhe pse kanë talentin, edhe pse kanë shumë më shumë mundësi se sa dikur, vjen një moment dhe shumë pak vendosin të qëndrojnë tek arti, vendosin të besojnë ende tek arti. Dhe këtu nuk I referohen vetëm atyre që po mësojnë të bëjnë muzikë mirëfill, I referohem edhe artistëve në pikturë për shembull, apo në forma të tjera të bërit art. Gjithmonë kemi thënë arti nuk të furnizon kohë pas kohe me ambicie të reja. Është një pyetje që ka shumë pyetje brenda pyetjes, sepse në radhë parë do ta nisja me pyetjen që a jam unë I gatshëm të pranoj për një kohë të gjatë të gjithë lodhjen për kushtimin, duke marrë parasysh që jo detyrimisht do të bëhem një person shumë I njohur apo jashtëzakonshëm, edhe ku gjithë talenti që mund të pretendoj se të kem ose gjithë ajo forcë të shpërblet, qoftë në aspektin ekonomik, po qoftë edhe në aspektin profesional të mbështetjes, të njohurive, kështu që kohët kanë ndryshuar dhe çdo gjë është shumë e shpejtë. Dhe unë shoh që të rinjt sot I kanë të gjitha mjetet, siç thash më parë, por nuk kanë durimin apo dëshirën për të punuar shumë fort që frutet të cilat mbjellin kohë pas kohe. Po, duhet shumë kohë gjatë. Edhe ti korri. Dhe kjo gjë I pengon për të qenë të motivuar që të punojnë fort ditë për ditë për një kohë shumë të gjatë. Dhe këtu janë ato prerjet e fijeve, të cilët ndoshta gjeni alternativë më të thjeshtë për t'u afirmuar në një moment shumë të shpejtë, por që nuk të japin një rezultat afatgjatë. E ka fjalën për mua, po. E pra, edhe unë për ty po mendoja. Nuk është çështja aty, është botë e shoh që është botërore, sepse mund të marr shembull nga periudha ku unë kam studiuar, se folëm për aspektin edhe për gjitha ato të vërtetat në lidhje me situatën ku ndodheshim në Shqipëri kur kemi qenë fëmijë, por që dëshira ka qenë shumë e madhe, pasioni, mbështetja nga prindrit e tjerë, mësuesit, por marr për shembull periudhën e studimeve të mia në Itali për një kohë 10 vjeçare, ku pasi u riktheva pas shumë vitesh, pasi kisha përfunduar studimet në të njëjtin konservator ku kam përfunduar studimet, shoh që në orët e vona të mbrëmjes në pasdite nuk ishte më student të rritur të cilët studionin si ne kemi studiuar. Dhe bëj një pyetje tek bashkëpunëtorët të cilët më gjetën më të rritur, më të pjekur e të tjerë dhe kanë pasur një lloj shumë dëshire për të komunikuar dhe për faktin se vija nga një vend ku aso kohë kishte edhe problematikat e veta, por gjithmonë ky studenti që studionte gjatë gjithë kohës për të përfunduar studimet, shkëlqyer e të tjerë, dhe më thanë ja, shikojnë që sot kanë ardhur kohë të tjera dhe dëshira për të studiuar ju lutesh I të gjithë si brez, të cilët pretendonin se kishin dhe klasa dhe vonë në mbrëmje, kur sot I kanë të gjitha mundësitë, është gjithë konservatori bosh, por në të vërtet nuk ndihet më ajo vrulli, fryma e cila I mbante bashkë gjallë dhe rriste konkurrencën dhe detyrimisht edhe kërkesën dhe cilësinë. Besoj me 10 vite në konservator, Auloni tani po t'i themi na operoni. Është doktor. Edhe mund të operoni. Dhe bëhet fjalë për Italinë, për situatën në Itali, po përpara se të shkojmë tek që ta marrim po themi në mënyrë kronologjike, unë besoj që një mënyrë tjetër për ta bërë pyetjen që të bëri Viola është kjo, a të jep arti buk, me 3 fjalë. Dhe e kuptoj që do durim, do studim, do disiplin, por në fazën kur I ke përmbushur këto, pra je një artist I afirmuar tashmë, a të jep dhe të lutem më thuaj po. Jo. Jo? Jo. Nuk mund ta pranoj pyetjen të tillë. Besoj besoj se gjithçka të jep buk. Çështja është ajo që thash edhe në fillim. Atëherë, për sa I përket artit, është një nga format më të bukura të shprehurit të ndjenjave nëpërmjet
formave të cilat në aspektet artistike futen shumë fusha si artet pamore, kërcimi, baleti, muzika e të tjerë gjitha format. Pra, sa i gatshëm je që sepse kush është qëllimi i të bërit art? Me fjalë, është qëllimi ekonomik apo është qëllimi është qëllim estetik, shpirtëror. Jo, qëllimi i një personazh i cili do të bëj art. Pra, në radhë parë është qëllimi ekonomik apo është qëllimi vetjak i njohjes në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare për talentin dhe për vizionin, lënia e gjurmëve, kontributi i madh për sa i përket edukimit apo sociales dhe kulturës, kontributi në formë shpirtërore të asaj çfarë do lësh, pra dhe nuk është e lidhur detyrimisht vetëm me atë aspektin të jep bukë, sepse ajo vjen detyrimisht me punën e madhe dhe me shumë mbështetje të tjera në të gjitha aspektet, si sot për shembull është menaxhimi shumë i mirë, të cilët disa artistë kanë, të tjerët nuk e kanë. Dikush sot mund të jetë jashtëzakonshëm, por nuk ka një mbështetje menaxheriale të duhur, sepse nuk ka dhe mundësit, i cili humbet në atë aspektin që përmende, por në të vërtetë mund të ketë një talent dhe një bagazh shumë të lartë, të cilin nuk e shfaq dot. Dhe pse mjetet janë më të mundshme. Më përpara ka qenë ndoshta shumë e vështirë, por përzgjedhja në mënyrë natyrore ishte me një konkurrencë shumë të lartë dhe detyrimisht dilin pa vlerat e një personi i cili një talenti të jashtëzakonshme, por ishte më natyrale. Sot nëpërmjet një aparati të mirë, një telefoni, gjithkush mund të shfaqë një moment të vetin i cili është jashtëzakonshëm, dikush e sheh, e përdor për këtë moment, bëhet i famshëm, pastaj aty mund të investoj për të realizuar. Dikush tjetër në një vend tjetër nuk i ka këto mundësi, por ajo e brendshmja mund të jetë shumë më e madhe. Kështu që varet synimi. Normalisht ka njerëz të cilët jo vetëm u mundson të gjithë arritjet ekonomike, po përkundrazi, në kuptim bëhen edhe një lloj shembulli i cili merret si pikë referimi për arritjet e tij ekonomike, gjë që nuk shkon paralelisht me aftësitë personale, artistike, cilësinë apo emocionet në të cilat interpretimin, të cilat shfaq. Qartë. Qëllimi nuk është në fakt të t'jap bukë, qëllimi është të të përmbush shpirtërisht edhe të t'jap ca gjëra më cilësore se sa buka, se ju kam thënë ushqehuni shëndetshëm. Promovojmë ditë pas dite ushqyerjen e shëndetshme. Ushqehuni me art. Shiko, unë mendoj që nuk është se ke një qëllim kur e nis, ti artin e nis sepse është mënyrë të shprehurie, nuk shprehesh dot ndryshe përveç se në atë formë, pra veten tënde, botën tënde, pra është vokacion që nuk e ndryth dot. Por nuk duhet të bësh asnjëherë kompromise deri në fund të jetës, në qoftë se beson me të vërtetë tek arti yt, dhe nëse beson që nëpërmjet artit tënd ti do japësh shembullin më të mirë të vetes tënde dhe duke kontribuar për një shoqëri më të mirë. Dhe nëse beson që pikërisht të gjitha format e artit që ti investon do të shërbejnë dikujt tjetër që do të bëhet shembull, që ti do të bësh shembull për zhvillimin e tij intelektual, artistik. Dhe nëse beson fort këtë gjë, kjo duhet të vazhdoj pavarësisht trysnive dhe sfidave. Nuk e bër kur kompromise? Unë mendoj që këtë pjesë duhet ta riktheni në YouTube, ta dëgjoni edhe një herë sa më sa uloni në fakt. Në art jo, në kuptimin është unë artin e kam për sa i përket artit tim personal, në kuptimin krijimtarisë të tjerë. Jo, s'është kam qenë pothuajse një person gjithmonë pak i tërhequr për sa i përket aspektit personal, artistik. Arti më ka shërbyer për të formuar në shumë aspekte, që nga edukimi, formimi, vizioni e të tjerë. E bëj artin sepse e dashuroj, e bëj artin për ata persona të cilët mund të jenë 1, 2, 3, 5, 10, mund të jenë 5.000, 5 milionë të tjerë, të cilët e mbështesin, se në fundit arti është një formë e prezantimit bukur të ndjenjave, të emocioneve, dhe detyrimisht
u përket njerëzve të cilët e përqafojnë këtë aspekt. Ka njerëz të cilët dashurojnë me një formë arti tjetër, ka njerëz ndjekës të cilët preferojnë një lloj arti tjetër, një lloj muzike tjetër, një lloj sfere tjetër. Pra, jo detyrimisht jam fokusuar që nëpërmjet një vepre muzikore ose një vepre artistike të tregoj se sa i Zoti jam apo se ku do të arri. Jo, është një gjë thjesht emocionale, një gjë në të cilën synoj një aspekt teknik të një niveli të lartë brenda mundësive, brenda kohës, por gjithmonë duke synuar maksimumin. Dhe kjo për mua si dëgjuese nuk do të përbënte asnjë vlerë teknikisht një vepër, sepse unë nuk e kuptoj dot teknikisht, ashtu sikurse nuk e kupton dot dikush i cili nuk e ka formimin. Se sa vlera vjen nga emocionet që ti arrin të transmetosh. Do të thoja, në kuptimin janë disa aspekte teknike të cilat vinë me studimin. Mund të themi se në gjithë historikun e kompozicionit dhe të kompozitorëve që ne sot i përmendim dhe i falenderojmë gjithë duke marrë parasysh gjithë kompozitorët shqiptar dhe kompozitorët ndërkombëtar, të cilët kanë dhënë pasuri shpirtërore të jashtëzakonshme në librin e madh historiku të muzikës botërore, që ne sado që të kaloj koha, ka disa nga kryevepra botërore të cilat do të luhen, do të interpretojnë, do të komentojnë. Dhe kjo është një pasuri shumë e madhe shpirtërore, por dua të them që deri në ditën e fundit për të gjithë këta krijues, dikush mund të pëlqejë më shumë, dikush mund të ketë një aspekt më madhështor në atë, dikush më hynor, dikush më romantik, dikush më klasik, ka aspekte të ndryshme, por ju garantoj që të gjithë kompozitorët deri në ditën e fundit jetës kanë qenë gjithmonë në kërkim të përmirësimit të gjithçkaje që ka pasur të bëjnë me të brendshmen për ta kthyer në partitur dhe gjithmonë me dyshimin që kjo gjë si do të pritet. Asnjëherë nuk kanë qenë gati për veprën e tyre të përfunduar para se ta dëgjojë qoftë publiku dhe kritika. Dhe në shumicën e rasteve, pavarësisht se ato janë kthyer në kryevepra botërore, por nuk janë mirëpritur menjëherë që në shfaqjen e parë në publik. Pasi kanë pasur nevojë të pishen pak gjatë rrugës. Jo, mendoj se nuk ka qenë i gatshëm publiku për të asimiluar gjithë përpjekjet dhe gjithë mundimin e një kompozitori i cili me të gjithë pasurinë e vet, me studimet që ka bërë në vite, sepse doja t'i shtoj edhe fakti që deri në ditën e fundit të jetës ata vazhdojnë të studiojnë. Pra, gjithmonë përgjithsisht veprat më të bukura kanë qenë veprat e fundit të kompozitorëve. Kështu që dua të them që studimi edhe tek autorët e librave, kështu ka ndodhur në fakt në pjesën më të madhe. Sepse është një studim i vazhdueshëm në kërkim edhe në përmirësimin e gjithçkaje çfarë ti ke dyshime. Ose mbas aty e hedh të gjithë. Po është edhe faza e pjekjes së kompozitorit ose të shkrimtarit, po themi me. Sepse nga një vepër në tjetrën ti kërkon gjithmonë që të bësh diçka më shumë, të bësh diçka që ndoshta s'e ke bërë, të bësh diçka ndoshta që dikush tjetër nuk e ka bërë, njohuritë shtohen dhe edhe kërkesa bëhet më vështirë për të gjetur gjëra të cilat ndoshta ti nuk duhet të përsëritësh vetveten apo nuk duhet të gjendesh në situata të cilat të pengojnë për të bërë diçka. E drejt. Mirë, për të rikthyer pak Viola tani, të rikthemi edhe një herë në Vlorë. Për ta njohur dhe për ta kuptuar Aulionin. Ja, nuk më lëviz. Nuk më lëviz e vërtet është. Ka shumë gjëra që mund të përmendim nga Vlora e formimit tënd të hershëm artistik dhe muzikor, siç është, po themi, pianoja, por edhe flauti, Mi që më kujtove. Por edhe një trashëgimi që në mos gaboj gjyshit, ka qenë violinist apo jo? Ose të paktën ka violinist. Ka studiuar shkurtër violin. Por mund të themi edhe pikturën për ty, po them. Fotografinë. Por edhe fotografinë. Poezinë. Që keni informuar. Patjetër. Po tash të kesh një nga personalitetet e artit në Shqipëri, do e mos të informohesh, kështu që poezinë, sepse poezinë patjetër. Cila është pika e përbashkët e gjitha këtyre? Është
të gjitha ato që përmendëm, që nga fotografia, poezia, muzika, instrumenti, janë të gjitha forma të ndryshme për të shprehur të bukurën. Pra fotografia, sepse fotografon çaste të cilat për sa i përket natyrës normalisht janë përgjithsisht të bukura, por jo vetëm natyrës, gjithsesi janë çaste të cilat janë që shprehin një ndjenjë në atë moment dhe ti duhet të fotografosh momentin, i cili momenti është i lidhur ngushtë me diçka, siç mund të jetë fenomenet e natyrës, duke nisur nga era, shiu, breshri të tjerë, deri tek momentet të cilat janë të lidhur ngushtë me hapësirat, me qytetin, me duhet të them faktin që Vlora është një qytet i cili gjithmonë më ka frymëzuar, jo vetëm në muzikë, në fotografi, në poezi e të tjerë, sepse është një qytet i cili është një qytet me 2 dete, me 2 laguna, është një qytet me male të larta, pavarësisht se është ato perëndimet aty janë të mrekullueshme. Dhe natyra është një lloj forme perfekte krijimtarie, kështu që të frymëzon vetvetiu. Në aspektet e tjera ka ato aspektet kontradiktore të bukura të qenies njerëzore, e cila përballet me përditshmërinë e një qyteti që i ka falur natyra gjithë bukuritë, por bëhet shumë i ashpër nëpërmjet përditshmërisë. Dhe këto janë momente të cilat fotografohen në kujtesën që ndikojnë atë luftën e brendshme midis të bukurës dhe asaj që jo të gjithë e shohin. Dhe kështu që i përgjigjem pyetjes që ndoshta dua të shoh gjithmonë aspektet e bukura nëpërmjet artit dhe atje ku ndoshta në momente të caktuara është pak e vështirë. Po në fakt pa i hequr Vlorës asgjë, se është e vërtet kjo, patjetër. Por unë mendoj që ose më saktë po e bëj në formë pyetje, Aulona, a vin të gjitha, a vjen e bukura paket në rastin tënd, pra ndjesia estetike, aftësia artistike, paket, pra e bukura kur vjen, nuk vjen copa, nuk vjen vetëm këtu dhe jo aty, po vjen së bashku, vjen ensemble, po themi. Nuk e di, unë them që ndonjëherë njerëzimi, sidomos vitet e fundit, shoh që shumë prej njerëzve të cilët kanë mundësi që nëpërmjet momenteve shumë të vogla, edhe nëpërmjet mundësive shumë të vogla, të gjejnë të bukurën dhe ta shijojnë dhe të jap një gëzim të brendshëm, gjë që nuk e shoh kollajt e njerëzit të cilët vuajnë ose në kuptimin nuk e gjejnë veten në aspekte shumë sipërfaqësore, sepse ndoshta u mungon pikërisht ky aspekt i të ndjerit, të emocioneve nëpërmjet dhe gjërave të vogla, siç është natyra, poezia, muzika, kontakti me njerëz të cilët mund të gjejnë një aspekt ndryshe nga vetja e tyre, por që mund t'i plotësoj. Kështu që unë nuk është të nisem për të plotësuar një paket ose një puzzle të vetes time. Në çdo gjë që kam bërë në lidhje me artin ose përcjelljes së emocioneve nëpërmjet një nga formave të artit, ka qenë gjithmonë e ndjerë, në kuptimin që e ndjej si një lloj forme e cila më mbush mua personalisht, por atje ku gjejnë veten persona të tjerë nëpërmjet një çasti, një momenti fotografik, një momenti muzikor, më vjen mirë që ky kontribut i ka shërbyer dikujt, qoftë edhe një personi të cilin e ka frymëzuar, si shpeshherë shumë persona më kanë thënë që dhe pse vajta shkova më shumë se një vit ku sot që flasim dhe kamera e celularit nuk më punon prej muajsh, kështu që mungesa e të bërit një fotografi është shumë e madhe, por shumë miq, shumë persona dhe pas shumë kohësh më kanë thënë që kjo fotografi jotja më ka frymëzuar për diçka. Dhe ky është një qëllim i arritur për te faktit që sa e bukur është fotografia o si e ka realizuar për të marrë merita. Ajo është një ndjesi e përcjell, sepse unë nuk jam fotograf profesionist, po mora fotografinë për mos tu fokusuar te muzika, sepse aty normalisht duhet futur kritika e të tjera e të tjera. Unë këtu mendoj të ndalemi tek muzika, tek një moment të cilin ju e kujtoni që ka qenë edhe gjë që ju ka frymëzuar më shumë për një krijim, për një kompozim. Një ngjarje veçantë. Mos haro më thuaj edhe flautin, se doja të më thuaj diçka. Kam pas disa momente për sa i përket emocioneve të marra, por edhe ndjesive pas gjithmonë aty dyshimit, në kuptimin kur krijon një vepër muzikore thua a ja vlen,
në kuptimin që pse pse do e bëj kështu, në kuptimin po sikur ta kisha bërë kështu, po çfarë do të mendoj, çfarë do thon, do mirëpritet, si do ekzekutohet. Janë të gjitha pyetje të cilët kompozitori bën ashtu si dhe njerëz të tjerë në profesione të ndryshëm, një arkitekte, nuk e di të tjerë. Por kur përballesh drejt për së drejti, sepse e bukura e muzikës është që ti je i zhveshur nga çdo lloj mbështetje, sepse je në sken, qoftë me krijimtarinë tënde, qoftë me interpretimin tënd. Dhe përballja, sidomos te krijimtaria, që është diçka e re, se nëse flasim që një interpretues do të interpretojë një vepër të Beethovenit, dikush e ka dëgjuar nga dikush tjetër, mund të thotë që e preferova, luajti këtë moment më mirë, më dhuroi emocione, pavarësisht se teknikisht dikush tjetër ishte më i mirë e të tjerë. Pra futen gjitha këto aspekte. Kurse te krijimtaria është diçka e re dhe që gjithë presin një gjë që nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë më parë. Unë do të dha një shembull konkret, diçka konkrete. Do të merrja shembullin para një viti e gjysmë, 2 vjet, nuk mbaj mend, më është komisionuar, më është kërkuar që të krijoja një vepër me një tekst të Nën Terezës, ku kjo vepër u krijua për një kor mix dhe u interpretua për herë të parë, pra premierë absolute në Italinë, Venecia, në komunën e Pordenones, në Duomon e Madhe, në Kishën e Madhe. Dhe ishte një vepër premierë e cila i dedikohej Nën Terezës me tekstin e Nën Terezës. Në atë koncert që zgjaste pothuajse diku të 2 orë, kishte vepra të cilët ishin autor të mirë njohur ndërkombëtar të periudhave të ndryshme. Dhe duke përballur me këtë sfidë të madhe, sepse është vetëm fakti i përdorimit të figurës Nën Terezë dhe tekstit në një kontekst të muzikës korale, ishte një festival i rëndësishëm i muzikës korale, të gjithë do të presin këtë vepër dhe më të mirën dhe aq më tepër me një kontekst ku bëhet fjalë për një nga figurat që ka dhënë më shumë kontribut dhe më të njohura ndërkombëtarisht. Kështu që fokusi do të ishte edhe më i lartë se sa të kisha kompozuar një vepër për detin, do ishte një vepër si gjitha tjera, të cilat mund të jetë shumë e bukur, por vëmendja ishte te kjo vepra e re. Dhe emocionet që kam marrë atje kanë qenë të paharrueshme, sepse pas fillimit të veprës, një qetësi absolute ran Duomon në Kishën e Madhe të qytetit, ku kjo vepër u mirëpritu, duartorkit, ka pasur edhe shumë emocione dhe personalisht ka qenë në një momentet ku vetë jam emocionuar jo për rezultatin më shumë se sa për ndjesinë që kjo vepër arriti qëllimin dhe disa prej njerëzve, muzikantëve që ishin atje, u shprehen që kjo vepër ishte një vepër e cila në misionin e saj arriti atë qielloren duke shkuar lart në kupolën e Duomos me atë ndjeshme, kështu që ishte një moment emocionues. E jashtëzakonshme, isha vetëm duke përfituar në këtë. Është një vepër që është luajtur më pas nga Kori i Filharmonisë së Kosovës në Akademinë Santa Cecilia në Rom, është luajtur përsëri në Universitetin e Arteve, në Akademinë e Shkencave, në Kosovë, në Tiranë, në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit para 2 vjetësh, kështu që Çfarë do vepër është? Është një vepër korale, për 8 zëra, me vepër mix, për zëra burrash dhe grash, soprano, alt, tenor, bas. Një nivel i jashtëzakonshëm. Dhe shkojmë tek flauti, që ma kishe me merak. Po, flauti, se doja të më thoje diçka për flautin. Po, njëherë se ju që e keni vazhduar studimin e muzikës, po them dhe e keni perfeksionuar, zakonisht dini më shumë se një vegël. Besoj, gjithë ata që kam takuar unë, dinë më shumë se një vegël zakonisht. Kompozitor në përgjithësi, shkolla e kompozicioni në Itali ka qenë, siç e thamë në fillim, 10 vjet, ku në disa procese studentët e kompozicionit mund të zgjidhnin të studionin për një periudhë të shkurtër, 1 vit ose 2 vjet, instrumenta të tjerë të cilët do t'i shërbenin për të njohur dhe për të thelluar njohuritë e tyre mbi një instrument në të cilin nesër do të shkruanin një vepër qoftë për një instrument solo apo në orkestër. Pra një instrument të dytë, po them. Po, flautin në të vërtetë e kam studiuar në shkollën e mesme, por më pas kur shkova në Itali fillova kompozicion, nuk mund të vazhdoja të dyja për arsye
arsye teknike fillimisht, sepse do të më duhej dhe piano dhe flauti e të tjerë, gjë që ishte pamundur në atë kohë, dhe u dedikova kompozicionit. Më pas kam studiuar violin 2 vjet. Ke studiuar violin 2 vjet? Po, në kontekstin e studimit për kompozitor. Pra, kam arritur se u di që ajo ta merr shpirtin. Një pyetje, mund ta bëj një pyetje naive tërësisht. Cili është roli I dirigjentit? Është një pyetje që e bëjnë të gjithë shumë shpesh dhe nuk është për profesionistën ndoshta që do dëgjojnë do thonë është një pyetje shumë naive, por në të vërtetë është një pyetje naive me logjik shumë të lartë, sepse duket diçka që si një dirigjent një tjetër mund të dirigojë një orkestër, por a mund ta bëj lëmsh orkestrën dirigjenti? Këtë do të thoja që asnjëherë nuk merret për të mirë qenë fakti që ekzistenca ose mos ekzistenca e një dirigjenti në orkestër nuk do të ndikojë. Përkundrazi, në radhë të parë formimi I tij, personaliteti, mënyra e impostimit, muzikaliteti, ndjeshmëria, njohuria e madhe, studimi I një partiture dhe njohuria jo vetëm njohja e partiturës, por edhe në aspektin e periudhës veprës apo dhe vetë kompozitorit do të shërbej padyshim në mirë organizimin e një pune, por edhe një procesi studimor që bën së bashku me orkestrën, duke nxjerrë në pa të gjithë elementët më të mirë të secilit, ku së bashku do të japin një produkt final. Është shumë e thjeshtë të thuash që okay, tani luajmë këtë pasazh apo atë pasazh tjetër, por duhet të kemi parasysh që kemi të bëjmë me një orkestër e cila ka jashtëzakonisht shumë element, varet nga orkestrat, po marrim një mesatare diku të 60 persona, ku të 60 janë individë ndryshëm, secili ka bërë një studim ndryshe, secili ka një jetë ndryshe, secili ka një prekje ndryshe, secili pavarësisht se teknikat që kanë studiuar mund të jenë edhe të ngjashme, por unifikimi I tyre, qoftë në harmonizimin në rumbullaksin e tingullit, dora e dirigjentit ashtu si dora e violinistit që luan ndikon tek E gjitha. Po, e gjitha. Se më kujtua fëmijëria, ne kur ishim të vegjël në shtëpi mblidheshim edhe dikush mund të di dirigjentin kështu. Edhe beshit lëmshë. Ka raste që po dhe mund të funksionojë. Kështu kemi luajtur edhe ne që su bëjmë muzikantë. Po, e le tek te pjesa e konservatorit në Udine dhe po më thoje që studiove 2 vite edhe violinën, po themi aq sa tu desh për kompozicion. Po, patjetër. Unë studiova si një fillestar I violinës, duke kaluar ato fazat fillestare deri tek pozicionet e violinës, ku arrita të luaja disa etyde që I kisha edhe për detyrim shkollor, në të cilën duhet interpretoja ushtrime, etyde, shkallë në violin për një procesi që zgjaste 2 vjet, sa për të njohur dhe për të mësuar sa më shumë për shkrimin muzikor të violinës që do të shërbente më vonë. Pikërisht një nga veprat të cilat është më shumë e luajtura nga veprat e mia është vepra Poseidon, që I dedikohet ujit në përgjithësi, mbretërisë së ujit, sepse uji është një nga format dhe një nga gjërat më të rëndësishme, elementet më saktë, që japin ekzistencë jetës. Dhe pikërisht është e ndarë, po uji ka forma të ndryshme të ujit, të cilët janë të përshkruara në këtë vepër, duke nisur me ujin e detit, me ujin e shiut që përmblidhet së bashku me ujin që vjen nga malet, burimet e të tjerë, dhe ujin natyral që është e personifikuar në atë vepër, që është loti, që është uji I trupit të njeriut, dhe këto ujra japin ekzistencë jetës. Dhe në këtë partiturë, e cila është për violin solo, është një nga veprat e cila është luajtur më shumë anë mban botës, duke nisur që nga Amerika, në Houston, Sloveni, Austri, Belgjik, Prag e të tjerë të tjerë. Pra, ideja është që një kompozitor duhet që ta kuptojë një vegël përpara se të shkruajë një pjesë, një partiturë. Po, patjetër. Ne studiojmë gjatë gjithë kohës, ka një proces shumë të gjatë, duke nisur nga instrumente siç është piano, në piano në vitet në fillim ti mëson të shkruash për 1, 2, 3 instrumenta,
pastaj shtohet për sa i përket familjes së arqeve, familjes së frymës, gjithë orkestracioni për një orkestër të madhe dhe kështu që Kush janë instrumentet më të vështira, Aulion? Nuk besoj se ka instrument më të vështirë dhe më të lehtë. Po ka muzikant të paaftë. Jo, ka si në çdo Nuk do luani në skena të mëdha, kam përshtypjen. Si në çdo profesion ka njerëz të cilën ndoshta mendoj unë në kuptimin që do të ishin të prirur për diçka tjetër më shumë se sa diçka tjetër, kanë një ndjeshmëri më të lartë, kanë një dedikim më të madh, kanë një aftësi për të thithur më shpejt edhe kanë dhe një elasticitet të cilin e kanë të lindur, të cilin shërben për të bërë diferencën. Pra, në këtë kuptim oboja ose flauti, që ne profanët që të dy janë instrumenta shumë të vështirë. Që ne profanët i mendojmë si instrumenta të thjeshta, duke qenë se janë frymor, mund të jenë po aq të vështirë sa violina. Oboja është një instrument tepër i vështirë, sepse është një instrument i cili është nga më të rëndësishmit në orkestrë, si gjithë instrumentat e tjerë, por është një instrument shumë delikat që në impostimin e vet dhe që në dhënien e notës parë. Dhe aq më tepër se sa janë instrumentat të cilët kanë të bëjnë me frymën, kështu që dhe gjetja e pozicionit, e tingullit më të mirë, plus duke i shtuar dhe pasazhet dhe vështirësitë që e pengojnë këtë gjë për ta bërë, duhet një studim dhe një dedikim i vazhdueshëm që të 20 vite. Cili instrument të lëmë më shumë me pasoja shëndetësore? Muskujt kontraktuar, kocka jo fort mirë. Të gjithë instrumentat kanë ato aspektet e veta, nëse marrin flautin, normalisht pozicioni i vazhdueshëm, orë të tëra studimi, violina po ashtu, nëse keni parë se gjithë instrumentistët kanë violoncelli, po ashtu për sa i përket në pozicionit ndenjes, kështu që janë gjithë instrumenta, piano, po ashtu duket sigurisht diçka, një instrument shumë i bukur ta shohësh, por dhe studimi me orë të tëra në piano, duke nisur nga problematikat me tendinat deri tek problemet me mesin, me kalimin e viteve bëhen shumë të ashpra, saqë ndonjëherë janë të detyruar shumë instrumentistë të bëjnë një regjim dhe të pushojnë dhe të nënshtrojnë edhe ndërhyrjeve qoftë me fizioterapi ose dhe deri tek kirurgjia. Edhe deri invazive. Si është kjo puna e gishtave të pianistit? Duhet jenë të holl, elegant. Estetikisht për të dukur bukur, okay, por që nuk ka të thotë. Jo, po ka edhe njerëz që zakonisht kur i shohim që kanë gishtat e gjatë, të hollke, gishta pianisti. Ajo është thjesht një aspekt estetik që njerëzve u pëlqen ta shohin ashtu. Dhe në të vërtetë, okay, mund të jetë shumë e këndshme të shohësh dikë me duar shumë të bukura, shumë me gishta shumë të gjatë, të holl, e të tjerë, nuk ka lidhje me atë. Detyrimisht për të qenë një pianist i cili mund të luajë çdo repertor, ka repertore në piano të cilët kanë do e mos vështirësi teknike shumë të larta, ku më shumë se nga ana estetike sa të bukura të gjata duhet të jenë duar të mëdha, funksionale, të cilat mund të kapin edhe një shtrirje të notave, të akordeve, ku kompozitorë të ndryshëm që kanë një vështirësi në për sa i përket më shumë hapësirës dhe vështirësisë. Më shumë nota po themi, edhe televizësh me oktavave më kollaj. Tani një gjë që mua më bëri përshtypje Viola është që Aulioni ka studiuar në Itali 10 vite në konservatorin e Udines. Dhe nuk e kuptova nëse 10 vite është periudha normale e studimit në një konservator apo kishte edhe programe të tjera të specializimeve që u bashkuan, po themi, kohës normale të studimit. Jo. Se do ishte bërë mjek, do ishte bërë kirurg me 10 vite. Në fakt nuk do të thotë që mjeku ka më shumë vështirësi se sa një kompozitor, sepse pikërisht fakti që në Itali bëhet fjalë për një nga vendet ku
mbledh gjithë trashëgiminë kulturore botërore për sa i përket artit me mbi 70%. Dhe është një vend i cili ka dhënë jashtëzakonisht botës artit dhe specifikisht muzikës. Absolutisht. Një nga shkollat më të vjetra të kompozicionit, kështu që fakti që ka qenë një shkollë me 10 vjet studim ka pasur arsyet e veta. Bëhet fjalë për një nga sistemet e vjetra të Italisë të shkollës së kompozicionit, ku unë nisa në vitin 2001, më pas 5-6 vitesh sistemi ndryshoi, ku sot kemi dhe në Itali sistemin e konservator. Nuk besoj se ka ngelur ndonjë konservator që ka ende diploma të cilat do të përmbyllen me sistemin e vjetër 10 vjeçar, ndoshta mund të ketë ndonjë konservator. Janë shkurtuar, po thënë. Janë shkurtuar, me kalimin e viteve u shkurtuan duke futur sistemin universitar që ende nuk është universitar në Itali, sepse konservatori përsëri nis në një moshë më të vogël në Itali dhe përfundon me barazvleshmërinë e 10 viteve në një periudhë 3+2+2. Po. Kështu që unë e nisa me sistemin e vjetër 10 vjeçar dhe më pas përfundova me masterin që quhet këtu, që në Itali ishte specializim i disiplinave të artit, muzikës, spektaklit dhe me drejtimin, interpretim dhe kompozicion. Po gjithsesi e kam fjalën 10 vite studimi në një institucion serioz të muzikës elitar në nivelit botëror duhet të ketë qenë mjaft e lodhshme. Dhe dua që ta tregosh pak në lidhje me sfidat që ti ke pasur nga pikpamja e perfeksionimit të artit. Dhe të studimit, patjetër. Në të vërtet, shpeshherë pyes veten nëse do të kthesha pas dhe do të merrja përsëri iniciativën apo vendimin që do të studira 10 vjet, po pa ditur se ku do të përfundoje, nuk e di nëse do ta bëja, por përkushtimi dhe dëshira për të studiuar, ose më saktë ai emocioni dhe sodisfaksioni që merr, kënaqësia që merr pas orëve të tëra studimi, kur ti në ato partiturat boshe fillon lë ato gjurmët e para, të veprës së parë që ke shkruar, dhe pas muajsh të tërë mund të ndodhë që një vepër muzikore, qoftë për një instrument vetëm, apo qoftë për 4 apo 5 apo 15, mund të zjas një krijimtari nga 5 ditë deri në 5 vjet. Kështu që ajo kënaqësia për ta mbushur atë partiturën dhe për të fshirë me gomë lapsin në të cilën je çuar të nesërmen, nuk të ka pëlqyer ajo gjë që ke bërë dje dhe par dje, po ti e fshin dhe fillon prapë përsëri. Dhe ky është një proces shumë i ngadalt dhe shumë i vështirë, por me një satisfaksion dhe me një kënaqësi shumë të madhe kur ti e shikon të realizuar në sken atë, dhe aq më tepër kur merr dhe duar trokitje apo emocione, pavarësisht se ndoshta nuk mund të jetë kryevepra jote apo e krahasuesh me një kompozitor tjetër, por në fundit është një krijim i cili ka nisur nga ty, një flet bosh dhe është si një krijim i yti personal. Dhe të gjitha ato njohuri që ti merr në 10 vite, çfarë njohurish merr në 10 vite në kompozicion? Shkolla e kompozicionit. Por këtë jam realisht kurioz, po të pyes. Shkolla e kompozicionit në Itali ishte e ndërtuar në disa etapa, duke nisur nga fillimi, i cili bazohet tek veprat të cilat janë të vogla për sa i përket instrumentave, duke nisur me vepra për piano e të tjerë, por për krahas këtyre ka disa lëndë dytësore, siç e dim që janë solfezhi, armonia, kontrapunti, fuga, analiza, akustika, psikoakustika, filozofia, arti, teatri muzikor, dramaturgjia, poetika, letërsi poetike dramatike, historia teatri muzikor, historia teatrit, thash akustik, psikoakustik, kontrapunt. Këto kanë edhe matematikë, kanë përshtypjen brenda. Muzika është vetë matematikë, sepse po të ndalemi thjesht duke analizuar gjithçka
na rrethon. Çdo gjë që ne kemi të bëjmë është një lloj është vibrim, edhe nëpërmjet vibrimit kemi një frekuencë, e cila në lartësi të ndryshme në bazë të prekjes krijon lartësi të ndryshme të frekuencave, që frekuencat përkthyer janë tingujt e të tjerë, nuk vim pa u futur në detaje. Por në një lloj forme është matematikë, se secili ka çdo frekuencë ka lartësinë e tjerë, çdo tingull ka. Dhe duke marrë parasysh aspektet akustike, ti ndërton një sistem i cili është i bazuar në lartësitë, në nota muzikore, ku secila notë ndërthuret me njëra tjetrën, ndërvepron në bazë të këtyre rregullave lëndëve dytësore që tham, që bëjnë atë që një krijim të ketë disa aspekte duke nisur, sepse nuk është vetëm çështja e muzikës e vendosjes së notave. Aty vështirësia është që ti në një krijim bosh të nisësh një lloj arkitekture muzikore që në një moment caktuar do të ketë një kulminacion, ose do të ketë një moment në të cilën një ngjarje historike, personale, një ndodhi, një ide, nuk e di, pra të shkruash një histori me nota. Një fjalë të përkthehet në është ai momenti që ne na e bën zemra shumë pambam. Në një veprim emocional. Për shembull, mund të marrë për shembull madrigalet e Monteverdit, që janë disa vepra për vokal, për zë, të cilat janë të shkruara mrekullisht për vokal dhe kanë një natyrë jashtëzakonisht shumë të bukur për sa i përkthehet përkthimit të ndjesive, po jo vetëm të ndjesive, të gjithçkaje që na rrethon e personifikuar në tinguj muzikor. Pra, nëse un flas për Zotin, fjala Zot aso kohë kishte disa tinguj, disa nota që kompozitorët i referoheshin, ose për shembull fjala vdekje, nëse marrim gjithmonë nga gjuha italishte, morte, për të muzikuar fjalën vdekje, kompozitorët zgjidhin disa lartësi notash, të cilat kanë do të thuash të lutem cilat janë këto nota dhe lartësi nota që zgjidhin ata konkretisht. Duke shpresuar që do i kuptojnë. Janë për vdekjen ose për Zotin një gjë shumë e thjeshtë për ta shpjeguar, sepse quhen intervale disonant, të cilat krijojnë një lloj disonance, jo konsonance me njëra tjetrën, dhe janë të ndarat intervale në konsonancë dhe në disonancë. Kjo disonancë është bezdishe në një kontekst ku çdo gjë funksionon relativisht këndshëm për një vesh të publikut. Por ajo disonancë është e vendosur aq bukur atje sa që nuk është gabim. Thjesht është një moment i cili vjen ndryshe nga gjithçka e cila nëse nuk të bezdis, po them, kur ti e dëgjon. Jo, është për veshin aso kohë është një gjë që është ndryshe nga është ai momenti i papritur që të vjen një ngjarje. Ndërkohë që për shembull që të lë pezull për një çast. Mund të marrim fjalën gjarpër që në kompozitorët e asaj periudhe gjarprin ishte pothuajse shumë shpesh gjendej fjala gjarë për serpente për të përshkruar një histori e cila ishte lidhur ngushtë me tradhtin, me aspekte të tjera, si gjarpri personifikonte tradhtin e të tjerë. Dhe për ta muzikuar, kompozitorët gjithmonë në partitur dhe nga ana grafike, por edhe nga ana e tingëllimit të notave, zgjidhin që të rrethoheshin gjatë notave të cilët ngriheshin dhe uleshin në një formë në një gjarpi. Qoftë nga ana muzikore, si mund të jetë tarariti tatatiri tatatiri tatatita, mund të ishte kjo e muzikuar dhe me tekstin serpente e të tjerë. Dhe grafikisht, nëse e analizojmë, që quhet ky aspekt quhet edhe madrigalizëm, ku ti vendos, për shembull, një shembull tjetër është nëse tek madrigalet e Monteverdit ne do t'i këndonim diellit, i cili në italisht është fjala sol, por sol është dhe nota sol në vijën e 2 të pentagramit. Është dhe radio sol. Por sol, dielli është dhe drita e syve.
Dhe për të përmbledhur të gjithë këto aspekte në një poezi që fillonte Il sole dei tuoi occhi ose occhi dhe sole që e përmblidhen në një fjalë, mund të marrë dhe fjalën occhi që janë sy. Dielli i syve, drita e syve. I përmblidhen në një kontekst që quhet madrigalizëm, që ti jep formë grafike tingujve dhe shprehive apo dimensioneve të ndryshme të natyrës. Për shembull, në qoftë se do përmendja syt, sole del miei occhi, aty ku do të ishte fjala occhi, sytë, do të zgjidhja detyrimisht notën sol për të vendosur një notë muzikore, e cila grafikisht është me vlerën 4/4 muzikore, që është një rreth, edhe 2 rreth në pentagramin, në vijën e 2 të pentagramit, 2 rreth grafikisht janë 2 syt, kështu që për të realizuar këtë gjë, por kjo gjë duhet të përputhej edhe me teknikat e tjera, sepse vepra muzikore mund të ishte për 4 zëra. Dhe sa herë vinte fjala occhi në mënyrë vertikale me atë çfarë ndodh tek zëri tjetër, duhet të ishte kujdesshëm që kjo mos kishte një përplasje me diçka tjetër. Kështu që këto teknika shtohen dhe bëjnë që vepra të jetë sublime, hynore, mistike, të cilët sot ne analizojmë në këtë kontekst. Dhe pikërisht kjo punë e cila ka të bëjë me atë që quhet kontrapunt, që nga latinishtja vjen puntus contrum puntus, pik pas pike, është gjithmonë ky procesi, prandaj thash, e shkollës, i cili pik pas pike ti kërkon që të vën një pik pas një pike dhe është aq e detajuar që deri në fund këto pikat të mblidhen dhe të bëjnë atë që quhet një kompozim perfekt të kësaj natyre, për sa i përket kontrapuntit. E more vesh ç'është muzika. E jashtëzakonshme. E more vesh ç'është muzika. Shumë të bukura këto shpjegimet. Me librat si ke punët? Lexoj shpesh, tani nuk kam kohë të them të drejtën. Por kur të gjesh kohë, kemi sugjerime që vinë nga leximtari, edhe sugjerimet vlen jo vetëm për ne këtu në studio, por edhe për gjithë ju që po na dëgjoni qoftë nga makina, qoftë përmes rrjeteve tona sociale. I shohim dhe pastaj rikthehemi sepse na presin ende shpjegime të tjera lidhur me muzikën. Përshëndetje, Gon dhe Viola, përshëndetje shikues të Kinotekës. Do ju tregoj sot se cilët janë 5 titujt më të shitur tek leximtari gjatë kësaj jave. Libri i parë Ja Musliman nga Ben Blushi. Zgjoni gigantin e brendshëm, Tony Robbins. Kur mos gënje, Frida McFadden, 1984 nga George Orwell dhe 48 ligjet e pushtetit nga Robert Greene. Këto libra i gjeni të leximtari në Tirana Ring Center, gjithashtu mund t'i bëni porosi në rrjetet tona sociale, gjithashtu edhe në webin ton leximtari.al. Faleminderit. Faleminderit leximtarit për sugjerimet e librave, si çdo javë. Faleminderit Cineplexit për kokoshkat që gjithmonë na ja hagoni, po edhe për filmat, dhe faleminderit Bono që na ëmbëlson her pas here kur na bie sheqeri. Faleminderit gjithëve. Tani Aulon, shiko. Kastile nuk ta thash gjatë pushimit, sepse dua të të pyes për diçka. Ti gjithashtu ke dhënë edhe mësime pianoje, apo jo? Po. Nuk e di nëse vazhdon ta bësh tani, po që e ke bërë, po them. Tani, unë ndonjëherë kur s'kam çfarë bëj në shtëpi, kam një çikot lirë, ulem aty te ajo tastiera që kam edhe performoj në një gjë të thjeshtë ose po them diçka të shkurtër. Edhe ndonjëherë i nxjerr edhe në rrjetet e mia sociale këto her pas here kur kam kohë. Unë dua që të tregoj një gjë të shkurtër që kam duetur vetë, 20 sekonda gjë është, dhe ti nga pozita e mësuesit të pianos të më bësh kritikat. Po nuk dua të më thuash fjalë të mira, se mësuesi i mirë është i ashpër, është i rrept, të thotë vërtetën. Atyre u jemi mirënjohës, pavarësisht si mund tingëllojmë për momentin. Nuk ta bën qefin mësuesi i mirë asnjëherë që të përmirësohesh. Është fillimi i pjesës së tretë të sonatës së stuhisë të Beethovenit. Ti e ke shumë mirë parasysh Tempest sonata, third movement. Po çohem, po vi aty të ta tregoj 20 sekonda. Jo, mund ta vendosësh edhe tek mikrofoni, kam përshtypjen dhe. Po jo se duhet të shikoj edhe pozicionin e duarve, se nuk është thjesht me të dëgjuar. Okej. Po na e vendos aty afër mikrofonit. Do ta vendos aty afër mikrofonit. Dëgjoj edhe unë thjesht për. Po, me gjë. Se jam kurioz, me thënë të drejtën. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë u bëra kurioze tani nga kjo performance. Edhe unë
Okej. Tani radha profesorit. Së pari herë, ajo është Allegro. Është shumë shpejt, por unë duke qenë se nuk i zotëroj aftësitë që ta luaj, siç është tamam, e kam bërë ngadalë, po themi. Si ishte profesor? Sa dështak jam Shumë. Okej, më pëlqen, okej, ha? Okej. Dëshira është shumë e madhe. E rëndësishme është pjesëmarrja. E rëndësishme është pjesëmarrja këtë, që kjo është. Ka bërë mirë që s'ka vazhduar? Shumë mirë. E bukur. Okej. Po besoj mund ta vazhdoj për çejf, për t'u argëtuar. Kam jo shumë njerëz duke e nisur për faktin që më pyete ke dhënë mësime piano. Po. Fillimet e mia në Shqipëri, pas kthimit pas periudhës specializimit në Bruxelles, në Konservatorin e Brukselit, ku dhash për një vit mësim nëpërmjet një burse të fituar nga Italia të projektit Leonardo, se isha nga kompozitorët që e kishte fituar këtë bursën, ku për një periudhë një vjeçare duhet të jepja mësim në Konservatorin e Brukselit analizë dhe harmoni forme, analizë forme dhe harmoni. Dhe kthimi në Shqipëri ka qenë më njëherë pas këtij specializimi, ku e gjeta veten të detyruar dhe me dëshirë për të dhënë kontribut qoftë në jetën kulturore, sociale dhe të qytetit, sepse fillimisht jetoja në Vlorë, por dhe mësimdhënies dhe edukimit në shkollën fillore dhe 9-vjeçare protagonistët, ku shumë prej fëmijëve të cilëve u jepja lëndën e muzikës ishin të marrosur pas instrumentit të pianos, kështu që detyrimisht merja dhe një piano, ku nëpërmjet tregimit të tyre se si qoftë nga muzikat e filmave për fëmijë, që nga muzika e filmit Lesi e tjerë. Lesi, merja fragmente të filmave ku ndonjëherë dhe u mësoja dhe fëmijëve. Kështu që dëshira e madhe e prindërve për të mësuar instrumentin e pianos gjë shumë e mirë, pavarësisht se nesër pas nesër do të bëhem pianist si ty. Por që është shumë e mirë. Po pse ka këtë statusin e veçantë pianoja? Është shumë e vërtetë, edhe kur dëgjon prindër sot që duan të çojnë fëmijët në një shkollë muzike apo në kurse për të mësuar një instrument, të gjithë synojnë tek piano. Unë mendoj se duhet në radhë parë dhe në një lloj forme edukimi i detyruar, ashtu si të gjithë e dim shumë mirë aspektet pozitive të sportit, të marrit me sport, dhe kështu që kohët e fundit të gjithë prindit i shohin fëmijët në disiplina të ndryshme sportive. Muzika është një disiplinë që nuk të jep ndoshta atë adrenalinën dhe po të jep qetësinë, dhe qetësia është ajo që na duhet. Por të jep të përgatitesh me një durim edhe me një rezultat të ngadalë që vjen fal një pune me durim të madh. Kështu që piano është një instrument mahnitës, sepse për te fakti që është një instrument shumë i bukur vizualisht për ta vëzhguar, fakti që është një instrument shumë i madh, i poseduar nga dy duar të vogla të një fëmije, dhe që të nxjerrë atë tingujin e bukur ku shumë bashkërenditje notash edhe përputhja e sistemit nervor me koordinimin e njërës dorë, me dorën tjetër, me shikimin vizualisht, me 2 pentagrame që duhet të shikosh notat, ndërkohë që ke edhe 3 pedale të cilat duhet i përdorësh me këmbët, pra koordinimi vizual me Pra fëmijët mësojnë po pa drejtues të mirë mjetesh manuale kanë qenë në kurs piano. Është me të vërtet një instrument shumë është edhe shumë i bukur. Estetikisht, po është një instrument që me të vërtet të shërben në zhvillimin e shumë aspekteve, shqicave të tjera. Duke qenë se është baza e instrumentit. Është me të vërtet, sepse është një instrument që se i ka dhe notat e ndara, po them. Është instrumenti që zvendëson orkestrën, kështu që aty në kuptimin është i plot në të gjitha aspektet, ato që thash, në kuptimin nga shtrirja
shprehja e të gjitha kapaciteteve të tingujve deri tek koordinimi i 2 pentagrameve ose më shumë dhe përmbledhja e të gjitha instrumentave, personifikimi i instrumentave të tjerë në tingujt e pianos. Kështu që kompleksiteti është shumë i madh dhe por ka të si them, ka një lloj magjie shumë të veçantë, sepse tingulli i pianos është shumë i veçantë. Se një njerëz që dëgjon muzikë klasike ka një simbol statusi ndryshe nga të tjerët, paktën e kështu e perceptojmë, më fin, më elegant, më ndryshe nga të tjerët. Është e vërtetë, është bërë një studim në fakt në shkollat në Itali të mesme dhe në vjeçare, ku studimi përkonte për faktin që sa të disiplinuar dhe të mirë organizuar janë studentët në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme në Itali, sepse i kanë, sidomos ato të mesme, i kanë të ndara me profile, pra kanë profilin ekonomik, profilin shkencor, profilin fizik, profilin filozofik, profilin muzikor e të tjerë. Dhe nga ky studim doli që fëmijët të cilët ishin të profileve muzikor, ishin shumë më të qetë dhe më të disiplinuar, qëndronin më kollaj në një radhë nëse do të binte zilja, hynin më në heshtje në shkollë, sepse e tillë është profili. Po nuk janë të koordinuar pak me këto ndryshimet, pra me këto miksimet që shohim mes muzikës elektronike. Jo, dhe muzikës klasike. Muzika klasike vazhdon të ngelet gjithmonë të një qasje shumë klasike, pavarësisht influencave dhe tentativave të ndryshme për të sjellë diçka të re, që jam shumë dakord personalisht. Aq më tepër pse jo, edhe në salla të mëdha kur ka bashk jetesë të dy formave të ndryshme të zhanreve të ndryshme muzikore, pse jo, në kuptim ka shumë evente kulturore në teatro të botës janë që jetojnë për sa kohë kanë të bëjnë bashkë, nuk e di, një DJ me një orkestër, ashtu si një këngëtar i muzikës let, folk me një orkestër klasike, anasjelltas. Kështu që për sa i përket një lloj eksperimenti ose një prurje të re, jam shumë dakord, por muzika klasike vazhdon dhe qëndron të jetë gjithmonë një familje e cila përveç se do të ekzistojë në të gjitha kohët, por me dedikimin, me përkushtimin, me rritjen e cilësisë qoftë instrumentave, me mundësinë që kanë instrumentistët për të pasur të gjitha kushtet për të studiuar me instrumenta të mirë, me piano të reja, me kushte më të favorshme, kjo ndikon automatikisht në rritjen e cilësisë ekzekutimit të një vepre muzikore klasike që ndoshta dhe në periudhat e veta nuk është ekzekutuar kaq mirë sa sot orkestrat i interpretojnë. Kështu që sot kemi të bëjmë me një kërkim gjithmonë për sa i përket cilësisë, se nuk kemi çfarë të sjellim më në ato vepra që janë luajtur historikisht. Kështu që detyrimisht duhet të përmirësohemi tek ajo që folëm dhe më parë, që nga dirigjenti që duhet të jetë shumë i aftë, të nxjerrë më të mirën e çdo instrumentist të kenë instrumentin më të mirë, që tingulli të jetë më i rrumbullakosur, që gjithë bashkësia, gjithë elementeve të bëjë një ekzekutim, një interpretim të përkryer. Një pyetje gjatë eksperiencës ndër vite. Cili ka qenë momenti më i sikletshëm që i ka ndodhur një orkestre gjatë interpretimit edhe si është menaxhuar? Qa mund të ndodhi? Kemi parë shpesh herë video kur mund mos ketë pasur koordinim, dikujt i ka ikur ai. Duhet të kuptojmë që çdo gjë çfarë ndodh me instrumentat të cilët janë të gjallë, siç janë instrumentat muzikore, pra nuk janë të lidhur, sot jemi në kushtet ku nëpërmjet teknologjisë ne fshim diçka, e ndryshojmë, stopojmë me të tjerë. Kurse për sa i përket orkestrës së gjallë, instrumentave të cilët janë shumica e instrumentave janë të
krijuar nga dora e njeriut, ashtu si dhe vet instrumenti pianos, violina, violonçeli të tjerë janë instrumenta akustik që detyrimisht nuk kanë një proces digital për të modifikuar tingullin e të tjerë. Dhe çdo gjë që ndodh aty është drejt për së drejti. Kështu që ka pasur shumë incidente të ndryshme deri tek pengesat ose mos koordinimi në kohë i hyrjes së instrumentistëve, i solistit, ndërkohë që orkestra ka filluar të luajë një instrumentist është penguar, deri tek ndryshimi papritur i partiturave, ku duhet të luajë një vepër tjetër, por i shfaqet në lexio një vepër tjetër, apo kjo do të jetë shumë gallat. Humbja e kontrollit, dikush hyn në një moment të gabuar, mund të ndëruar faqet, nga aspektet të tjera tek familja instrumentave me perkusion, të cilët janë gjithmonë me goditje, me ndërhyrjet, instrumentave të tjerë të cilët janë perkusiv që shërbejnë për goditje perkusive, duke nisur nga çekanët, nga sferat, nga diçka. Një nga ato mund të ka ndodhur shumë shpesh që i është shkëputur nga dora, i ka shkuar një instrumentisti që luan edhe të tjerë, kështu që. Jo. Tragjedia. Deri tek rrëzimi nga karigja, apo ato që janë më të zakonshmet janë thyerja e harkut ose koputja e telave të instrumentave. Kjo është gjë mos e normale. Në momentin që një violonçelist luan një koncert për violonçel dhe orkestër, me gjithë vështirësitë teknike dhe në një vepër kaq intense dhe virtuoze, kërkon me të vërtet një ekzekutim shumë energjik. Ndodh që telat e violonçelit koputen, duhet të shkoputet për një moment, i cili duhet të zgjas më pak se 2-3 minuta, shpejt të ndëroj telin dhe të rikthehet të performoj. Kjo gjë ndodh shpesh, ndërkohë që e mbulon pjesa tjetër. Jo, bëhet një stop për 3 minuta, po edhe fillon. Me fjalë, ndodh rrallë herë, po ka ndodhur shumë shpesh në historinë e muzikës. Tani Viola, ty të dhëmbin veshët nga lloje soi muzikës që mund të dëgjosh për shembull? E kam të shqetësimin, unë dëgjoj muzikë në kufje, e kam si terapi, mbase ndonjëherë edhe për të shmangur njerëzit rrugës, kemi ne komentet teksa kalojmë nëpër rrugë, dhe ndodh ndonjëherë që kur shkoj në shtëpi dhe i heq to kufjet, më dhëmbin veshët. Tani dua të kuptoj, a vjen kjo nga kufjet, nga volumi, nga valët e telefonit, kufjeve, se tani janë edhe këto mroklla telefonike, këto gjërat e reja që ndoshta janë deri diku pak më të rrezikshme, apo nga cilësia e muzikës, nga elementët, nga harmonia e muzikës. Rat par ndodh nga dita jon. Timi qofse jam zgjuar keq, çdo gjë që mund të dëgjoj mund të jap një bezdisje. Bishaka, por është e vërtet. Në kuptimin ndodh nga humori, ndodh nga shumë aspekte. Mund të ndodhë nga aspektet atmosferik, nga koha, e cila nuk është e përshtatshme për një lloj muzike, nëse ne imagjinojmë që pse është e lidhur ngushtë muzika me stinët, sepse nëse jemi në një kohë gri ku bie shi, pse automatikisht ne nuk mund të dëgjojmë një muzikë dance apo house, është shumë e çuditshme ta dëgjosh. Pra, ka të bëjë shumë aspekte të cilat ndoshta edhe ne nuk japim dot shpjegim, por japim sepse në fundit jemi të bërë prej vibracioneve, emocioneve. Ashtu si ne vendosim kufjet në vesh, ku i kam sot, ato kufje dhe çdo lloj tingulli që hyn në aparatin dëgjues do të do të interferoj tek thellësia e gërvishjes së tingullit që ne na prek emocionalisht, kështu që nëse kemi një bezdisje sepse frekuenca në atë moment është një frekuencë e cila veshi ynë nuk e përmban për arsye të shumta, lodhja, dita, atmosfera, apo qofte edhe volumi, apo mos masterizimi i mirë i tingullit, një tingull i cili ka frekuenca të cilat
bezisin, janë shumë efekt. Kështu që shumë domethënës, por e rëndësishme është që të dëgjojmë atë çfarë na pëlqen dhe na bën mirë, kështu që. Shikoj, kjo Se muzika shëron shpirt, kjo puna që prej kohësh. Kjo puna që tingulli mund të mos jetë masterizuar apo probleme të tjera të kësaj natyre, a lidhen me faktin që shumë gjëra që ne dëgjojmë sot, po themi të muzikës moderne, në fakt nuk janë muzikë. Ose po ta bëj pyetje ndryshe, deri sa mund të thjeshtohet, mund të divulgohet muzika, nga muzika klasike që është forma më e lartë deri në format më bashkëkohore në një moment që të mos jetë më muzika jo. Në të vërtetë këtu lind një pyetje që çfarë është muzika për dikë dhe çfarë është muzika në tërësi. Se bën çfarë duhet të konsiderojmë muzik në lidhje me vepra, me forma se bën vaki që shumë gjëra që ne dëgjojmë sot mund të mos jenë fare muzikë, them unë. Ku di, mbase jam gabim. Kjo është pyetje, nuk e di, është pyetja e cila tash duhet të ndajmë çfarë është muzika për dikë, por më shumë se sa ta fokusojmë në këtë aspekt, është çështja që ka të bëjë me mendimin filozofik të një vepre muzikore, e cila jo detyrimisht duhet të jetë ajo çfarë gjithkush mendon ose e pranon. Por ka të bëjë me një studim të mirëfillt dhe çfarë sjell në lidhje në raport me historikun, me teknikat, me ndërveprimin deri tek kritikën muzikore. Pra, dua të them që jo çdo gjë që ne edhe kjo është muzikë, pavarësisht sepse muzika është ndërtuar nga disa aspekte që janë frekuencat. Alona, ajo është muzikë sepse e krijove ti, se po ta krijoja unë nuk e di ç'do ishte. Është, jo. Do më bashkohesh e mua në dështim. Ka disa teknika që bëjnë muzikën të jetë e plot, që është nga ritmi, nga koordinimi, nga frekuencat, nga timbri, nga ngjyra, nga gjithçka. Kështu që por këto, nëse mund të jenë shumë minimaliste në të vërtetë, mund të jenë qoftë edhe një tingull i cili përsëritet në kohë për një aspekt të caktuar, përvaret se si e ka menduar kompozitori, sa efekt ka kjo dhe çfarë është e lidhur nga aspekti filozofik. Se nëse unë marrim një shembull, është një kompozitor i cili ka shkruar muzikë të mrekullueshme, është Georg Ligeti, është një kompozitor i cili ka shkruar vepra të rëndësishme muzikore, qoftë në aspektin simfonik dhe instrumental, ku një nga veprat e tij është përdorur në një nga filmat e Kubrick, që është Eyes Wide Shut. Dhe ajo vepër muzikore nis me një notë deri në disa nota të cilat në veprën e parë përdor vetëm një notë muzikore. Gjatë gjithë kohës është e përdorur nota X, çfarë rëndësie ka, do, mi, e të tjerë. Kjo notë përsëritet gjatë gjithë kohës, vepra është bërë me një notë. Është e kompozuar vetëm me një notë, por për një person i cili jo detyrimisht është profesionist dhe nuk e kupton menjëherë që se si është ndërtuar kjo vepër, por mënyra se si e ka konceptuar do të thotë që ajo vepër funksionon, sepse ai ka përdorur qoftë dinamikat, sa herë përsëritet kjo notë, një herë përsëritet piano, një herë përsëritet pak më fort, një herë shumë fort, një herë me një pedal të pianos, një herë me një tjetër, një herë e njëjta notë shumë fishuar në një frekuencë të dyfishit të saj, në një oktav tjetër e të tjerë, kështu që ka të bëjë me disa element që e bëjnë perfekte dhe një gjë që për dikën nuk është aq e perceptueshme kollaj. Për kufizimi i cili, çfarë është muzika dhe njëherë? Muzika është një bashkërenditje mendimesh, tingujsh dhe teknikash të cilat e bëjnë një vepër muzikore të funksionojë shumë mirë për dëgjuesin, kështu që kjo është.
Sepse nuk do të thot rryma apo sfera, pra muzika mund të jetë të gjitha zhanreve, pop, rock, soul, jazz, mund të jetë muzikë e kulturave të ndryshme botërore, të cilat dhe në perceptimin e tyre muzika është edhe një e qara e fëmijës, është muzikë në shumë kultura, po, kështu që pra Ky është përkufizimi i sakt. Kur nuk dëgjon muzikë klasike, çfarë dëgjon? Unë dëgjoj shumë lloje muzikash, varet edhe nga konteksti, në momentin ku ndodhem, në vendin ku ndodhem, ose qëllimi që ka ajo muzikë. Më pëlqen shumë muzika, kryesisht muzika klasike patjetër, sepse jam gjatë gjithë kohës i lidhur ngushtë me muzikën klasike, qoftë edhe në përzgjedhje të materialeve muzikore të cilat do të interpretohen, apo të cilat do të bëjnë një studim publiku që i pëlqen, apo instrumentistëve të tjerë, por më pëlqen dhe shumë muzika jazz, më pëlqen muzika e lehtë e një periudhe të caktuar të këngëtarëve historik, të cilët janë që nga Sting te George Michael, te Pink Floyd, nuk e di ka, deri dhe tek kompozitorët dhe këngëtarët modern, si mund të them, duke nisur në periudhën e parë që nga Bryan Adams, të cilët deri tek Adele ose dhe njerëz të cilët me këngët e veta kanë lënë një gjurmë, një mesazh, pra janë të mirë formuar në të gjitha aspektet që lën një shenjë në muzikë pavarësisht zhanrit që është, duke u ndalur tek muzika e filmit, që është muzikë shumë interesante, dhe pse nuk jam shumë i muzikës filmit hollywoodian, pavarësisht se janë shumë të bukura, por që preferoj një muzikë shumë autoriale, të një autori i cili ndoshta nuk është shumë i njohur, por që ka një muzikë më të freskët dhe më të personalizuar, ndoshta jo për një orkestër simfonike, por mund të jetë për një kuartet, për një piano, për disa instrumenta të çuditshme. Ashtu siç më pëlqejnë shumë muzikat e kulturave të ndryshme, të sjella në një formë moderne jazz, duke përdorur dhe instrumenta tipik të vendeve të ndryshme, siç mund të jenë nga Etiopia apo Armenia e të tjera që kanë ato nuanca dhe ngjyra të cilat jo çdo kush mund t'i gjej kollaj në çdo kulturë. Kam dëgjuar për një instrument, është një si kitare ukulele, mos gaboj, nuk më, po, edhe ajo po përhapet kështu, goxha me shpejtësi në Shqipëri në mesin e të rinjve, jam duke praktikuar, po. Ukulele? Po, është si kam dhe unë një disa miq të cilët argëtohen duke çfarë bën kaq të veçantë ato si instrument? Është thjeshtësia për të arritur, për të nxjerrë disa tinguj të cilët njerëzve i pëlqejnë që të kenë atë lehtësinë pa, sepse normalisht për të gjithë personat që kam takuar në jetën time, sa kuptojnë që ti luan një instrument ose piano, të gjithë thonë mund ta mësoj pianon, në të vërtet tentativa është shumë e vështirë, sepse në një moshë të caktuar nuk është çështja sepse dikush nuk mund të mësojë instrumentin e pianos, por janë vetë rrethanat. Është koha e pamjaftueshme, është dedikimi, është përqendrimi, është durimi për të kaluar orë të tëra mbi një instrument siç është pianoa, për të mësuar aq shumë detaje për një instrument kaq kompleks dhe koha nuk mjafton asnjëherë për kurse ka instrumenta shumë më të thjeshtë, siç është fyelli apo flauti i drejtë në kuptimin që mësohet në shkolla e të tjerë që ka më thjeshtësi për të nxjerrë të mësuar. Kështu që është një lloj forme argëtimi, ashtu siç është dhe kitara për shumë të rinj të cilët mësojnë akordet në kitarë dhe preferojnë të këndojnë apo të është një lloj shoqërie. E bëjmë për argëtim sepse ai që do të vazhdoj rrugën e muzikës patjetër duhet ta ketë nisur në një moshë më të hershme. Thën kjo, a bësh dot
muzikant pa bërë shkollë, një tendencë që po e shohim gjatë këtyre viteve të fundit, që dhe kur them muzikant, nuk them vetëm për ato që performon në një skenë të madhe, po edhe për ato që merr iniciativën të regjistrojë një këngë, ta hedh në i themi duhen ndar gjëra. Okej, kjo është ideja. Në kuptimin çfarë do të thotë shkollë për një muzikant që ka dhe çfarë muzikanti sepse ka talent. Nëse dikush ka një dhunti të jashtëzakonshme apo i është dhuruar një dhuratë siç është ngjyra, timbri, intonacioni, veshi që kanë të bëjnë me fiziologjikën e njeriut që është e lindur, zëri, veshi kultivohet dhe mësohet, por sigurisht nëse të gjithë mund të kenë vesh, por nuk kanë zë për të kënduar dhe zëri është një identitet shumë i fortë personal. Dhe aq më tepër kur ka njerëz që kanë një zë shumë të bukur dhe ata ndoshta nuk do të duhet shkollë, por si do e kuptojnë që kanë një zë shumë të bukur dhe nëpërmjet çfarë forme do investojmë për të kënduar dhe për të bërë këngëtar. Pra, ndoshta nuk është një shkollë me sepse duhet ndarë çfarë quajmë shkollë, do të quajmë një diplomë apo do të quajmë edukimin përmes një procesi i cili do ndihmoj që të zgjerosh më shumë njohurit. Të zgjerosh, po të perfeksionohesh dita ditës. Kështu që ndoshta nuk duhet një diplomë, po duhet një edukues i mirëfillt që të jap drejtim asaj çfarë të ka dhuruar natyra apo kështu që çfarë ka ardhur bashkë me ty. Koha ka treguar që në shumë fusha dhe në shumë sfera ka njerëz të jashtëzakonshëm që kanë dhënë kontribut historisë jo vetëm muzikore, por gjithë njerëzimit, duke mos pasur një diplomë apo një shkollë, por studimi i tyre ka qenë përtej shkollës edhe diplomës. Ka kompozitorë të cilët nuk kanë mbaruar shkollën e kompozicionit, të cilët janë bërë të famshëm nëpërmjet veprave të tyre, pavarësisht që s'mund të kenë një diplomë konservatori. Qartë. Është ukulele dhe është kitarë. Ukulele, si thash unë. Tek ukulele, po. Për një këngë që ti e shton, s'ka problem. S'bëhet nami. Është ajo kitara nga Hawaii, hawaiiane. Po, është një instrument me pickim, me tela i cili shërben. Tani për të ardhur shpejt pak tek teatri kombëtar i operës dhe i baletit, cilat janë po themi shfaqjet që kanë shkëlqyer me performancat e tyre gjatë po themi këtij viti të parë kur ti je në krye të këtij institucioni nga marsi e deri tani në fund janarit, dhe çfarë kalendari ka për vitin 2026? Në fakt do të flas pak për shfaqjet, të cilat janë vendosur dhe për aspekte të tjera deri në këto momente që flasim, ku janë angazhuar të gjitha trupat e teatrit kombëtar të operës dhe baletit dhe ansamblit popullor. Vetëm këtë muaj kemi pas angazhuar orkestrën simfonike me një violoncelist i cili ishte fitues i konkursit, një nga konkurseve më prestigjioze në botë për sa i përket instrumentave, dhe në atë vit që ka fituar ka qenë i dedikuar instrumentit të violoncelit, Victor Laferrière, i cili francez, po, i cili interpretoi koncertin e Dvorak për violoncel dhe orkestrën simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ishte një koncert i cili hapi çeli siparin e sezonit koncertor simfonik të Orkestrës Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor. Dhe në datën 10 janar salla ishte të imbushur me ardashës, të cilët me të vërtetë e vlerësuan maksimalisht interpretimin e tij. Ashtu si trupat e tjerë baleti dhe solistët lirik në një mbrëmje koncertore ku përfshihen gjithë kompozitorët me arje dhe me balete, me numra baleti, deri tek ansambli popullor me spektaklin, shfaqjen Kuka si Tirana, ku ishin të ftuar dhe këngëtar nga jashtë si Irma Libohova,
Tiransa Klogjeri të tjerë, jo vetëm, por ata të cilët i dedikojnë këngës tiranse, valleve dhe muzikës popullore qytetare. Dhe së fundmi, një nga kryeveprat e Rossinit, e cila është Petit Messe Solenele, pak ditë më parë, me 4 solistë, me 2 koret, një bashkëpunim me korin e Filharmonisë Kosovës dhe me korin e Teatrit Kombëtar të Opérës së Baletit, Orkestrën Simfonike dhe dirigent Facundo Agudin. Më parë, sepse e nisëm vitin me këto aktivitete, disa shfaqje kanë me të vërtet spikatur, duke marrë parasysh atë tani nuk mund të mbaj mend gjitha, por ato të them më kryesoret, të cilat kanë qenë nisja e vitit kaluar me koncertin numër 3 të Rachmaninovit me pianistin Giovanni Bertolazzi, ku kjo shfaqje e gjitha ishte tërësisht sold out për një rikthim të një vepre muzikore nga më të vështirat të repertorit pianistik, bëhet fjalë për koncertin e Rachmaninov për treshin për piano dhe orkestër. Është vepra e tmerrshme e pianos. Është një vepër shumë komplekse e pianos, po. Dhe i cili u rikthye me koncertin e Tchaikovskit për piano, më pas ka pasur për sa i përket aspektit operistik, nga operat të cilat do të veçoja kanë qenë opera Aida e Zeffirellit. Aida e kujt? Jo, e Zeffirellit si regjisor. Okay, po. Dhe po ashtu Trovatore, Giuseppe Verdit, Traviata, Më duket tek Traviata ka performuar edhe tenori ynë i madh, besoj. Josif Gjipali, apo? Jo, nuk ishte Traviata. Opera Trovatore. Tek Trovatore, te Trovatore. Me mezzo-sopranon Engelida Shkoza, e gjithë trupën me Eva Golemi, sopranon e Teatrit Kombëtar të Opérës së Baletit, me mezzo-sopranon Ivana Hoxha, Armand Likaj, dirigjentet e tjerë, se po t'i përmend të gjithë. Do të një nga kryeveprat të tjera ishte ka pasur një kalendar shumë të plot. Ishte arthyesi i cili pati një vëmendje të veçantë nga ardashësit, publiku, të cilët mbushën sallat për mëse 7 net plus një provë gjenerale e hapur dhe një konferencë dedikuar ka pasur koncerte të muzikës së dhomës, duke angazhuar të rinjt e Universitetit të Arteve kanë qenë pjesë e Teatrit Kombëtar të Opérës së Baletit me performancat e tyre. Tani për ta mbyllur avash, duket sikur Teatri i Operës dhe i Baletit ka marrë më shumë jehon në publikun shqiptar. Vitin e fundit, nuk e di, besoj prirja do të vijojë edhe gjatë vitit 2026. Duket sikur shfaqjet ndigjen më shumë, rezonon më shumë edhe me një farë ndjeshmërie estetike të publikut shqiptar të kryeqytetit. Cili mendon se është roli yt apo vizioni yt në këtë gjë kaq të mirë që po ndodh? Për vitin 2026 po themi konkretisht, po. Nuk mund të testoj unë personalisht në kuptimin se sa kjo gjë vjen te publiku. E rëndësishme është kur sheh sallën që është e mbushur dhe her pas here të gjithë së bashku ne investojmë për të sjell vepra cilësore dhe duke u angazhuar që çdo herë të ketë përmirësime në çdo prurje, në çdo aspekt, qoftë aspekteve teknike deri tek ato të mundësive të cilat duhet i gjejmë, apo duhet mbështetemi, apo duhet japim një mesazh, apo duhet sjellim një vizion të ri për sa i përket qoftë elementeve të rinj të cilët janë ato, çfarë tham, talentet e reja, ku vetë personalisht si pedagog dhe mbështetës i talentet e reja mundohem sa lejojnë kushtet dhe kërkesat të gjejmë gjithmonë hapësira për të mbështetur të rinjt, duke angazhuar në orkestër, duke dhënë një mesazh, duke dhënë edhe një lloj besimi se çdo gjë me durimin do të vi, duke u angazhuar, duke marrë edhe eksperiencën me gjithë profesionistët të cilët kanë vite që japin kontribut në artin shqiptar në sektor të ndryshëm. E drejt, shumë mirë. Aulon, përpara se të ikim,
Çfarë do t'i këshilloje të gjithëve atyre që vinë për herë të parë? Çfarë duhet kem parasysh me veshjen, me sjelljen? Fikin telefonat, mos bëjnë muhabet. Se edhe ndodhin, edhe ndodhin situata që mund të shqetësojnë gjithë sallën. Nuk ndodh vetëm tek ne, unë kam qenë shumë teatro të botës. Normalisht që duhet jemi të kujdesshëm sepse duhet të dimë në radh parë ku po shkojmë e çfarë do të dëgjojmë. Pra, në kuptimin edukimi nëpërmjet një informacioni të cilin ne mund ta marrim drejt për së drejti në teatrin e operës dhe baletit, po jo vetëm, gjitha teatrët ku shkojmë, teatrin kombëtar e të tjerë, për çfarë bëhet fjalë, dhe një interesimi apo një edukimi personal, qoftë edhe me një kërkim në rrjetet sociale apo në Google për të informuar mbi veprën, mbi çfarë bëhet fjalë, duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me një teatr ku çdo gjë që ndodh aty është drejt për së drejti live dhe muzika klasike ose muzika e performuar nga instrumenta që përbën një orkestër kërkon një përkushtim dhe një dëgjim të stërvitur. Jo vetëm të stërvitur, por të gatshëm të shkoj deri në fund për ta shijuar, po, për ta të jenë disponibël për pavarësisht përqendrimit i cili jo çdo herë është në maksimumin e vet, por ka ndodhur që njerëzit të cilët vinë për herë të parë në teatr të operës ose dëgjojnë vepra monumentale orkestrale marrin ndjesi shumë të veçantë, të cilët e shprehin që ndoshta nuk kanë qenë, por nuk e prisnim që të kishin këtë feedback, këtë emocion, këtë rikthim të emocioneve pavarësisht mos njohjes veprave muzikore. Nga ana tjetër ka ata të cilët janë njohës të mirë dhe kritik, të cilët çdo herë ndihmojnë me opinionet e tyre apo me këshillat apo me atë çfarë ata e shohin ndryshe nga qoftë nga vizioni, por qoftë edhe nga krahasimet me instrumentistë të tjerë, orkestra, dirigent, shumë regjisorë të tjerë. Ashtu. Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e Kinotekës. Ishte shumë kënaqësi. Dhe falenderojmë që more nga koha jote e lirë, edhe pse këtë duhet ta shijosh për veten, po zgjodhe ti përgjigjesh edhe në këtë rast sërish opinionit publik dhe atyre që ndjekin hap pas hapi. Biletën e Cineplexit e kemi këtu, gati, por përpara kësaj kishim biletën e teatrit kombëtar të opozitës. Patjetër. Por kemi ftesën tënde ama. Është kënaqësi që në kuptimin dhe në rastin konkret përshëndetet dhe mbështetet nga ente apo institucione të cilat qoftë shtetërore apo private, të cilat në fundit i bashkojnë njerëzit për të parë në rastin konkret filma apo spektakle të cilat kanë të bëjnë me edukimin në tërësi. Edhe kështu është pikërisht Aulon, nuk e di si e ke marrëdhënien me filmat, por kur më përmende Ice White Shot të Stanley Kubrick, mendoj që e ke të mirë. Ja, normalisht unë kam shkruar edhe muzikë filmi, kështu që muzika e fundit që pas ke shumë të mirë. Ka qenë një film dramatik me aktorin Blerim Destani për një histori të një emigranti i cila u shfaq për herë të parë në Gjermani, në Frankfurt, ku kam qenë prezent. Kështu që dhe do të doja të vazhdoja të shkruaja për muzikën e filmit. Fiks për të shkuar në Cineplex, për të parë një film këtë dëshirosh ti dhe pikërisht për këtë arsye ne kemi dëshirë që të dhurojmë një bilet dyshe. Cineplex është pa datë, mund të shkosh kur të duash, pra kurdo që të jetë filmi. Shumë faleminderit. Filmi që ty të pëlqen të shohësh. Do të jetë momenti vetëm ku mund të shkëputesh pak. Në QTU në Teg ose në QTU në Teg. Tmerrshme. Ose në Teg ose në QTU. Në Cineplex në Teg ose në Cineplex në QTU. Dhe mund të shkosh edhe të ndjekësh filmin tënd të preferuar. Me shumë kënaqësi ta gëzosh. Faleminderit.
Dhe meqense jemi në Cineplex, mos harroni që filmat e rinj vazhdojnë, duke nisur nga nesër, nga 29 janar, shkoni në biletarinë e Cineplex në qytetin Sentek, blini biletën tuaj dhe zini ulsen për të parë një tjetër film horror. Filmat horror po bëjnë namin, Send Help, një film i Sam Raimi, film i regjisorit që ka bërë Spider-Manin, Evil Dead e të tjerë. Është një thriller psikologjik me humor të errët, me protagonist Rachel McAdams dhe Dylan O'Brien. Mirë. Kjo sa i përket edhe sugjerimit për filmin që duhet të shihni këtë javë, ne kemi arritur në fund të Kinotekës. Ju falenderojmë shumë që na ndoshët. Na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram, në TikTok na gjeni po ashtu në YouTube, na keni edhe në Spotify dhe siç e themi shpesh, mund na flisni nëse na shihni rrugëve të Tiranës. Faleminderit Egon. Faleminderit Viola, faleminderit Aulon dhe shumë suksese. Faleminderit Aulon. Suksese në veprimtarinë tuaj dhe sa më shumë mbarësi për këtë vit. Faleminderit gjithashtu. Miq, ju përshëndesim. Shihemi të mërkurën tjetër. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri.